Brenda banesës që u shkrumbua në Maliq ku humbën jetën nëna dhe djali i saj. Nga mediat janë siguruar pamje të familjes Hazizllari ku u shkrumbua nga zjarri në Maliq. Në momentin e zjarrit në shtëpi kanë qenë nëna dhe 2 fëmijët e vegjël. Nëna dhe 2 fëmijët e saj, bilanci është tragjik, 2 të vdekur nga asfiksia, gruaja dhe 1 nga fëmijët, ndërsa tjetri ndodhet në spital. Siç duket edhe nga pamjet, zjarri ka djegur çdo gjë brenda dhomës ku ka nisur flakët, duke e kthyer në hi orën ditë të shtëpisë. Nga kjo ngjarje tragjike humbën jetën Merieme Hazizllari, 38 vjeç dhe djali i saj, Luka Hazizllari, 14 vjeç, ndërsa është në gjendje të rëndë shëndetësore vajza Nefeli Hazizllari, 6 vjeç. Policia, strukturat e mbrojtjes civile të bashkisë dhe të prefekturës janë në vendngjarje për kryerjen e procedurave të mëtejshme.